Para më vjen keq që nuk isha prezent që të fillim, sepse për mua në të tilla raste është shumë e rëndësishme se si inicion gjëja. Atë që ndodhi të gjithë e pamë dhe nuk është se mund të shtojmë më shumë apo më pak. Dhe ajo që ndodhi është ajo që ndodhi rëndom, që është ajo që quhet efekti zinxhir. Pra, ti më the këtë, unë them atë, domethënë dhe pastaj agravon në situata dhe edhe mund të degenerojë, mund të shkojë edhe ku diun. Si thosh prej nervave njeriu del nga vetja dhe mund të thotë edhe gjëra që si pret menja. Ajo që mund të them unë është që, për mendimin tim, që Sara, duke e ditur se çfarë impulsiviteti ka Akili, dhe duke e ditur që Akili e ka thënë edhe me zë, që unë s'të duroj dot mos më foli kur di unë the thash, edhe Sara ndoshta ka pas mund mos me hudh në i xixh. Më fal, Akili, këtë gjën që unë bëra aty, e bën në vija të përditshme. Akili është gjatë gjithë kohës duke hedhur fjalë për mua dhe unë nuk kthej përgjigje. Është gjatë gjithë kohës dhe këtë ditë kisha veshur një bluzë që shkruante Don't follow me, I'm lost too, dhe kam dëgjuar një 4 herë, mund të kenë qenë dhe njerëz tek zjarri me sa mbaj mend kur kam kaluar. Po pra, dje përpara se të ndodhte kjo, dhe ka hedhur fjalë, ka hedhur punja prapë, të cilat unë nuk i kam kthyer përgjigje. Tani ç'është kjo është diskriminim, që ti i thua një mashkulli bravo se ti unë zefe, dhe një gruaje që kthe një përgjigje normale, i thua pse fole ti, mos kishe fol, kishe ndenjë aty te cepi jot. S'është normale. Ti dolën premi herë. Ti justifikosh tani gjithë atë gjë që bëri. Mendoj se plasja është reciproke, dhe duke njoft njëri tjetrin, domethënë duhet me kuptu dhe limitet e njëri tjetrit për mos me pastaj degenerim të situatës. Jonida. Unë preka nga fjale Akilit, sepse shumë herë sa herë është përballur me Sarën, i kam thënë nga ana ime që mos eskaloj, sepse do i rëndoj ati më së shumti. Duke marrë në konsiderat dhe temperamentin që ai nuk e kontrollon dot emocionet e tij, unë mendoj që Akili përveç se është një natyrë shumë euforike, mendoj që është dhe shumë sensibël, sepse pendohet edhe pas prajmit të dytë, unë kuptova që ai kishte reflektuar dhe besoja vërtet që do kishte kthyer kapitullin, do me thënë do kishte ndryshuar dhe qasja me Sarën, por me sa duket i ka lënë shenja. Ajo që më vrau më së shumti ishte pikërisht gjua, fjalori, mua nuk më pëlqen. Vulgariteti deri në atë pikë. Megjithatë se ishim 4 vajza aty, dhe nuk më duket as pak normale, sepse nëse ja thot sot Sarës, nesër ma thot mua, ja thot Sonit, ja thot çdo vajzë këtu. Dhe këtë nuk, jo vetëm Akilit, po çdo miku që kam bërë këtu nuk doja lejoja kurse si. Dhe nuk mendoj që ky është formati i degradimit apo i një vulgariteti, sepse ne kemi familje, kemi njerëz që na ndjekin dhe mendojmë që kemi një farë standardi për sa kohë kemi vendosur të jemi pjesë e fermës. Ky format përmban... Visi, po. Po, ky format përmban debate dhe debatet duhet të jenë konstruktive për të mësuar diçka, qoftë ne këtu si me i bashkëtuar me njëri tjetrin, qoftë edhe ato që na shohin. Debati mbahet dhe ushqehet me argumenta. Momentin që kalojmë në thyrje, në ofendime, ka marru argumenti, ka marru debati. Është gjynaf sepse është bërë gjithë ky investim dhe të paktën të japim diçka, të argumentojmë, të përplasemi, po për të përmirësuar një mendim. Jo ky lloj mohabeti, sepse kishim vu 2 kamera të lokali lagjes edhe kishim më kualitet. Adi. Ma, am tha mua, po? Që më thonë Arbana, e pat për shembull një natë ma herët një sulm që ja tha një fjallë edhe masena e tha një shajt në I think që i tha dishka, Akili u qu, tha nuk bën me më shajt, tha e ka një farë vije që nuk bën mu kalu, edhe të njësë men e bonit njëjtë insan vetë. Edhe nuk ju më ka di pse ato fjallë nuk më doken fare të mira. Akili në kam shok, po mi a thonë këto fjallë një
shumë dishka për mdokë, nuk për di shka më thonë. Moza. Nuk më ka ndokë shumë trona. Moza. Tani, jam përballë një situate që nuk është vetëm e diskutuar prej nesh, po kërkon edhe një opinion publik. Akili është një talent irracional. Sara është një talente racionale. Unë njerë, kur ka qënë puna për të folur, çuditërisht i kam zgjedh këta të dy, para se të fillonte situata të arrinte këtë pikë. Për shembull, Sara është e para që kuptoi që Iliri do jetë aty. Sara është shumë e talentuar për të gjetur pikën e dobët dhe pastaj irracionalizmi i tij bën këtë furtunë e cila mund të perceptohet si rrezik për të gjithë, por unë mendoj që ai e ka atë për ata persona që përpiqen t'i krijojnë pikën e dobët. Nga ana tjetër, për ta bërë më të qartë, po thua që Sara e ka provokuar Akilin dhe Akili pastaj çfarë? Sara është shumë e zonja të gjejë një pikë në mënyrë shumë etike. Pra, unë e adhuroj Sarën, unë e kam ministre të ekonomisë. Ajo është një vajzë që ka hyrë me strategji këtu, ashtu sikur se ka hyrë edhe Akili. Problemi këtyre është që këto janë në dy binarë tërësisht të ndryshëm. Ai është një përrua psiqik i lirë, kurse kjo është një përrua logjik i jashtëzakonshëm. Dhe tani sigurisht ne kemi dhe një figurë të tretë që quhet morali. Sigurisht, ajo e di që kjo figurë e tretë është në favorin e saj. Dhe bravo i qoftë që e di, ashtu sikur se këtë figurë e ka secili prej nesh në favor. Unë për shembull, si thon, mund të haj margjin të madhe fare dhe ta përballoj Akilin në të gjitha, domethënë, Sfumaturat e veta. Në të gjitha përrejnë të ti, unë i hap oqeanin tim dhe e pres me dashuri. Kupton? Është prandaj dua që dhe publiku dhe këta të dy të hapin një oazë pranimi për njëri tjetrin që ai të mësoj nga Sara çfarë është logjike dhe Sara të mësoj prej tij çfarë është irracionale. Dhe më fal Sara, se s'kam mbaruar zemër. Unë të mbi vlerësoj, jo të vlerësoj. Nga ana tjetër, unë nuk jam dakord me ty Arbana kur thej që ti nuk ke pse i kërkon falje për. Unë mendoj që në një grindje nuk ka një fajtor. Unë gjithmonë kam menduar që... Edhe unë mendoj njësoj, që janë të dy ose nuk është asnjëri. Ska gjë, Jo, nuk të sqaruar, edhe vetmja gjë që thash është, kur i kërkon falje dikujt, mund të kërkosh falje, më fal që ti e more ashtu se e more keq. Më fal se unë të lëndova. Po pra, po mua Akili, si kur të më thot edhe një shprehje fare të ndonë të unë vetëm qesh, nuk jam marrë për keq, kupton? Të më fal, do ta tregoj të vërtetën, se unë gjithë ditën... Me fjalë ti e me shprehjen hapi derën. Unë Po e themi budallajt se... Nuk kemi në xhungël. Në këtë rast ai e përsërit disa herë. Ka disa rregulla. Më fal, të lutem. Jo, mënyra se si e Në interpreton. xhungël base do pranoja. Në qoftë se Jemi në ti xhungël. e pretendon në mënyrë do thotë çado Unë kam qenë totalisht brenda kornizave. Mund të vazhdoj, në qoftë se doni, se unë nuk e kam problem, unë dhe pushoj. Po Moza, të lutem. Unë doni të flas apo doni të pushoj? Vazhdo Moza, të lutem. Qëtu, fillon seria 2. Atëre, unë mendoj që nuk mund të jetë një çmim, sa do një transakcion bankar, sa do i rëndësishëm në dukje, pjesojni për një 20 transakcion, se inflacioni ka shtu në atë pikë, jam apo hon dhe qeni, që faleminderit shumë, por nuk duhet që të prishi hapësirën, jo për të debatuar, se ndryshe nuk na shef njëri, ne duhet luftojmë. Unë kam kërku Doriza Boksi, s'po vinë, puna është që të pranojmë, do me thënë, mbasi të luftojmë, të shikojmë qa mund të pranojmë nga njëri, qa mund të pranojmë nga tjetri. Akili duhet ta pranoj që kjo ka një talent të jashtëzakonshëm racional, për derisa e djekë sikur me qenë spec djekës. E ka, si spec djekës, duhet ta pranoj. Arbana më fal. Më fal. Po Sara. Në qoftë se jemi këtu. Më fal, se dua ta bëj vetëm e mbylla. Arbana, në qoftë se jemi këtu, thjesht për një aspekt etik, ne jemi gjithë të mbaruar se nuk na shef njëri me sy. Shumë e vërtet. Tani, prandaj, Sara i ka nevojshëm Akilin, ti po thua Akili që ka nevojshëm Sarën. duhet të jemi edhe jo etik që njerëzit na shohin? Unë e kam lëshu fare gojën që ti knaq Miletin, po unë si jam fare ashu. Pra bëhem, jam, bëhem, nuk e di se si bëhet edhe u bë.
Në shtëpi unë jam rrotulluar. Albana, vetëm një sekond, mund të them diçka? Sa ta mbaroj? Vetëm do të theksoj, unë nuk kam pasur asnjë problem me asnjë debat me asë kënd këtu. Kam pasur debat me Gresën, kam pasur debat me Blerinën, kam pasur debate me shumë njerëz këtu. Nuk kam pasur asnjë problem. Nuk jam shqetësuar, e kemi çuar debatin deri në fund, e kemi mbyllur, kemi vazhduar për ditëshmërinë. Të lutem, mos se po flas me Arbanën. Pasi ka mbaruar debatin, ka vazhduar për ditëshmëria asnjë shqetësim nga asnjë nga palët. Por, ne nuk jemi në xhungël, jemi në një format që ka disa rregulla dhe si në jetë, në momentin që të kalohen linjat e këtij formati dhe thyet rregulloria në disa pika, unë prekem edhe në moral, si që përmenda dhe pak më përpara, prekem edhe në ndjesi, se unë jam një qenie njerëzore dhe kam thënë që unë këtu brenda nuk jam një Sara që unë kam parë në një format tjetër dhe dua ta imitoj. Unë jam Sara që është edhe jashtë, që dua që të flask në këtë lloj mënyre dhe të komunikoj në këtë lloj mënyre dhe kështu e kam unë, edhe jashtë edhe brenda. Okej. Atëherë do pyes pak opinionistët. Si e kanë parë opinionistët